Unë për veti kisha thonë se kom me le i 100 herë, kom me vdek i 100 herë, edhe se kom me përjetua vllau em i besimit islam, mos me mlan, me hi në kish, ku të parë tanë kanë shku bashkë, kurrën e kurrës një jetë nuk kisha asën andrat më të shmenduna, nuk kish menua se mbjendita. Rasti i parë në histori është që e kanë gjuat të vdekurin me gur. Unë kom qenë personalisht aty kur e kanë gjuat të vdekurin me gur. A ka ma të mërë që kjo me kënë do me thonë dërvlasni, na jem vlazën, kur vlau ka vdekjet me ndihmua, me ja letësua dhimbjen, jo me e gjua me gur, jo me i kryua pa marrëveshje. Për fat keq, pasojat e saj po ndinjen edhe sot. Qoftë levdua Jezu Krishti, sot gërzon malësia, gëzojnë eshtrat e të parve tanë, që për nerë e për erz, e për kom e për fe, kanë la jetën, s'ka muj kush me imposht, as turku, as shkjau. Por shumë herë kur folim për të parë tonë, thom, a kanë ljan kam rapa, a jem në të denje me tha se jem pasarësit e tyre. E sot kem gjetë një vlla malsor, a i në është lajmru vetëm, jem njoftua, nuk njihna personalisht, jem njoftua për krye internetit, një njeri me shpirt e me zel shqiptar, një studues, një njeri të cilin e ka pale babën profesor që ka bon kontribut për kombin shqiptar. Në këtë takim sot, në këtë bjesed, Gjon Berishaj, ka me kem mësus jem, unë munëm vetëm me zonë nga aj. E Gjon, mirë se të ka pru Zoti, faleminderit Zotit që ke dëshmin, që ke zemrën, edhe që ke kurajo me dëshmua për Jezu Krishtin, për malsort, për të parë tonë që nuk ka ndryshua as kom as fe, po ka qëndrua besnik ndaj Krishtit. Mirë se të ka pru Zoti Gjon, e nëse munesh me prezentua vetën. Mirë se ju gjeni, Zoti e bekoft kombin shqiptar. Drita e plumit Jezu Krisht u shpërndaf në përzemrat e çdo shqiptarit, e posaçërisht në zemrat e atyre që e kanë harruar dritën e plumit Jezu Krisht dhe kanë më shumë të nevojë shpirtrat e tyre për këtë dritë e cila kur nuk ka mbarim, do me thënë është drita e amshueshme në për të gjithë shekujt. Unë jam Gjon Palok Berisha, djali i doktor Palok Berishës, nga Malësia, nga mali i Grudës, pikërisht nga fshati Gurrec. Këtë incizim, këtë ligjërat, këtë predikim, nuk e bajnë as për famë, nuk e bajnë as për para, as për kur një interes material, por me shpirt e me zemër, me përhap dritën e plumit Jezu Krisht dhe me e shpalos historinë e lavdishme të kombit shqiptar për të parët tanë. Dua t'i them pak fjalë për prejardhjen time familjare, për të hequr çdo dyshim se jam i paguar nga ndonjë qark armiqësor i kombit shqiptar. Dua të them publikisht, gjyshi i babait tim, Nik Luli Berishaj, është vrarë në luftë me serbët tek ura e Zharnicës. Vllau i tij Tom Luli Berishaj është vrarë në Deçiq me zullumqarët turk, duke mbrojtur atë dhe komb e fe. Po ashtu, nga ana e gjyshes, do me thënë nanës së babës, është gjyshi i babës tim, Gjergj Keri Camaj, Gjergj Kola, i cili dha jetën me 1911 në Deçiq bashk me Gjergj Dedën, djalin e Det Gjon Lulit. Po ashtu, aty, kur ata u vranë, dua të përmendi edhe axhën e gjyshit të nanës time, Keqja Prendës Junçaj, i shpallur dëshmorja dheut,
sikurse edhe Gjergj Deda, edhe Gjergj Keri, i cilin Zoti e çoi dhe vamor hakun dhe shpëtoi kufomat e tyre mos me i masakruo turqit dhe mos me va prej kokën, sepse turqit si trofe kur e mbytnin malsorët ja prenin kokën dhe ato koka i dërgonin në vise të ndryshme si dëshmi lufte. E ndjeva një obligim të madh moral, po ashtu edhe ndaj babait tim, i cili 50 vjet në Kosovë dhe në Malsi luftoi me çdo forcë të shpirtit për edukimin e brezit të ri, për përhapjen e fjalës shqipe. Ai mbas vetes ka lanë 14 vepra voluminoze, kur në Kosovë gjaku i shqiptarit dhe trupi i shqiptarit ishte gjaja ma e lirë. Ai nuk kurseu vetën, por nga viti i 1992 deri në vitin i 1999, për 7 vite punoi pa rrogë, kur në këtë kohë të keqe që ka sot 7 orë nuk t'i bën kush pa pagesë, e jo 7 vite. Këto gjëra i beri vetëm për përhapjen e fjalës së Zotit, fjalës shqipe të gjallë. Po ashtu, tani më duhet të filloj dëshminë time. Me qenë se kom lexuar një grumbull të madh librash, duhet t'i shpreh për opinionin publik atë që është thelbi bash i kësaj bisede. Le ta dinë të gjithë shqiptarët dhe duhet të vetëdijsohen të gjithë shqiptarët se ne jemi pasardhësit e ilirëve. Ilirët kanë qenë të vendosur në Elejon sot pasardhësit e tyre në Gadishullin Ballkanik, që në atë kohë është quajtur Gadishulli Ilirik. Një gjë shumë e rëndësishme është se duhet të ceket se në trojet ilire, fjala e të lumit Jezu Krisht, feja katolike, nuk erdhi as me dhunë, nuk erdhi as me shpat, nuk erdhi as nga presioni, por erdhi nga fjala e gjallë e Shën Palit Apostull. Shën Pali Apostull në vendin e parë në Evropë zbriti në Iliri. Në shumë libra, të cilët janë libra të shkruar drejt, është e shkruar Ilirum Sacrum, do me thonë Iliria e shenjtë. Një libër është tu, do me thonë që është i shkruar drejt nga zotni Aleksandr Stikçeviç Iliri. Ky nuk ka qenë as serb, as kroat, po ka qenë shqiptar i Zarës me prej ardhje nga Shestani. Me ardhjen e Shën Palit Apostull, ilirët para ardhësit tanë me dëshirën më të madhe e pranuan fen monoteiste, fjalën e të lumit Jezu Krisht, sepse në atë kohë ilirët kanë qenë politeist. Fjala politeist do me thonë kanë besuar në shumë zota, kanë besuar në han, kanë besuar në diell, kanë besuar në yje, kanë besuar në gjarpën, kanë besuar në gur. Kur e ndëgjuan fjalën e gjallë, fjalën e Zotit, nga Shën Pali Apostull, ata e pranuan fen e Krishtit. Me qenë se shumë historian, të cilët duan të na hupin meritat, duan ta shtrembrojnë me qëllime të caktuara historinë, duhet ta dinë dhe ta dinë shumë mirë se ne nuk e morëm me krishtërimin as nga romakët, as nuk e morëm nga slavët, as nga Bizanti, por e morëm drejt për drejt nga apostulli i të lumit Jezu Krisht, Shën Pali Apostull, sepse në atë kohë Shën Pali ka arri para Shën Pjetrit, sepse Iliria ka qenë me afër se sa Italia, Roma e sotme, Gadishulli Italik. Do me thonë, ne ishim të parët në kontinentin europian, të cilët e pranuam fen e Krishtit. Një gjë është shumë e rëndësishme, që duhet ta di çdo shqiptar i vërtet, që flet shqip, mendon shqip dhe në venat e tij rrjedh gjak shqiptari. Feja e Krishtit, prej fillimit deri më sot, nuk u ligjërua në asnjë gjuhë tjetër, vetëm në gjuhën shqipe, sepse çdo klerik ishte shumë i vetëdijshëm se populli në zemër ta pranon fjalën e Zotit vetëm në gjuhën shqipe, të cilën ne ka dërguar Zoti si shqiptar. Do me thonë vetëm shqip,
që në dërgoi Zoti, mund të flasim me Zotin, mund të komunikojmë me Zotin, mund t'ja drejtojmë lutjet tona Zotit dhe të lumit Jezu Krisht. Me gjuhë tjetër, nuk mund të komunikosh me Zotin kur Zoti të fali si shqiptar. Pas kësaj punë, ilirët u pushtuan nga romakët. Romakët shkatruan Ilirin, ban shumë gjana, mirë po feja katolike u ruaj dhe u pranua nga romakët, sepse edhe ata e kuptuan se fjala e gjallë, fjala e Zotit e përhapur ndër Ilir është fjalë e vërtet. Do me thënë është fjalë që buron nga goja e Zotit. Vetëm një moment, se ke folë do gjana shumë interesante, vetëm deshte me ndërhy, se në Bibël është shkruar me fjalët e Shëmpalit të Romak 15-19 se predikova fjalën e Zotit pej Ilirikumit, pej Jeruzalemi deri në Iliri, por e dim se Romakët edhe kanë përsekutua shqiptarët, se kanë katë krishterën, kem shajtin Ars me vitin 90 që e bën martir për Krishtin, po kem edhe Dardani Florin e Laurin që do me tha jemi dëshmitar të Krishtit e gjallë para ediktit të Milanit kur o pranua krishterizmi si fe zyrtare. Shumë e vërtet konstatimi juaj, ata në fillim, romakët nuk e kishin pranuar fjalën e Zotit. Pra nuk e kishin pranuar fen krishter, për ta ishte diçka e re, dhe për ata me çdo kusht, me çdo mjet, donin ta shkatronin edhe e përvetësuan kulturën ilire. Do me thonë në fillim, ata kryen krime të mëdha, shkatruan edhe ata kishat, martirizuan të gjithë ata që predikonin fjalën e Zotit, por veti lumi Jezu Krisht i drejtoi dhe ata e kuptuan fjalën e drejtë të lumit Jezu Krisht. Mbas romakëve erdhën 12 slave, të cilët edhe ata bën të njëjtat krime, si thot Patër Gjergjfishta, kur ne Krisht kishim kryer ciklin e qytetërimit 1000 vjeçar, ata erdhën nga malet e Uralit dhe erdhën në trojet tona, do me tha erdhën si zaptuos në trojet tona. Mbas tyre, katastrofa më e madhe, tragedia më e madhe, ditët më të zeza të kombit shqiptar erdhën atëherë kur pushtuesi aziatik turko-mongol e pushtoi Arbërinë e Shenjtë. Të flasësh për krimet e turqëve, të cilët i kanë kryer ndaj popullsisë vendase në çdo aspekt, jo vetëm me vrasje, dhunime, internime, burgosje, por ata donin që me çdo kusht, me çdo mjet, ta thenin besimin në Zot të shqiptarët. Do me thonë, donin t'i largonin nga fjala e Zotit, nga rruga e Zotit, dhe të këta donin që ta instalonin ideologjinë islamike, sepse ata e kishin kuptuar mirë se me ideologji islamike, kur ta thyesh shpirtin, kur ta largosh nga feja, t'ja injektosh në tru, t'ja shpërlash trunin, me ideologji ata e ke të mvarun. Ajo është do me thonë i mvarun nga ti. Ti e ke robrua edhe shpirtnisht, e ke robrua edhe fizikisht, i ke robruar çdo gjë dhe ai bëhet vazali yti, do me thonë bëhet shërptori yti. Do me thonë ata kontribuan çdo gjë që të shqiptarët të instalohet smundja mendore e quajtur sindromi i Stockholmit. Sindromi i Stockholmit është smundje mendore kur viktima e alluron vrasin, viktima e alluron dhunuesin. Do me thënë, ashtu janë shpërlar truni, ashtu janë elmuar shpirti, sa ai nuk e njeh vetvetin, thom na malsort, ka humb rrugën nëpër shtëpisë. Ke humb rrugën nëpër shtëpisë. Nëse në çdo vend të botës e humb rrugën, takon t'i kanë rrugë, e pyet ku mund shkoj të ky vend. Por ti kur të hupsh rrugën në obor të shtëpisë, nuk mund ta gjesh, se në obor tënd nuk vjen kush, pse po sillesh ti për obor e s'po din me hi në shtëpi. Nuk vjen kur kush me të pyet, se ti nuk ka drejt kush më tu përzije. Për fat keq tonin, shumë shqiptar e humbën rrugën në oborrin
e shtëpisë. Por falë Zotit, Zoti lumi Jezu Krisht na i dërgoi klerikët katolik, të cilët e mbajtën gjallë shpirtin e kombit shqiptar. Nuk duhet të zgjas shumë, por duhet të spjegoj një gjë se shkrimi i parë në gjuhën shqipe është formula e pakzimit nga Paul Angeli, që është formula kryesore, fjala kryesore e popullit shqiptar që pakzoi popullin shqiptar. Unë po të pakzoj në emën të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Gjatë 25 viteve sa Skënderbeu, Gjergj Kastrioti, i quajtur Skënderbeu, zhvilloi shumë luftra të rënda kundër pushtuesit turk. Ai është edhe mbrojtësi i Europës nga Turqi, sepse sot sigurisht e Europës mos ishte një luan i tillë, do të ishte Azi, nuk do të ishte Europë. Në atë kohë, gjatë atyre 25 viteve, u zhvillua kultura shqiptare, u zhvillua shpirti shqiptar, u krijua shpirti luftarak shqiptar. Meritet gjitha këtyre gjanave është kleri katolik, isha katolike. Vetëm një sekundë se çka fol ti pak studiuese folin se janë të varun. Ja janë të varun pe islamit, ja nga komunizmi, që ja munua me ndryshua enverizmi, komunizmi, me largua Kastriotin nga zemra e tij që ka besimin Jezu Krishtin, se na me 2 mars vitit i 1944 festojme beslidhjen e Lezhës. E ku ka noll beslidhja në Lezhë? Në katedralen e Lezhës. Nuk ka noll dikun malje, nuk ka noll në ndoj od, ndoj kalavsheht, në katedralen e Lezhës, me bekimin e priftave. Ne dim se Gjergj Kastrioti, ky nuk ka një titull që nepet kujdot, e merr titullin nga papa në atë kohë atleta i Krishtit, brojtësi i krishtarizmit, që para ti ka marrë vetëm Shën Luisi i Francë, edhe mas ti kanë marrë Hunjaj e Jan Sobieski, që një titull që nuk i nepet dikujna që s'ka besu në Krishtin, se armiqë tone po ka luftua edhe kudrat krishterve, po kudra aliatëve të Turkut, kudra Brankoviqve, sërbe që janë kja turkeshkja më të revla, e ka arkoa që ka luftua edhe kudra Venecijet, kur Venecia u bon aliat me Turkun, që Gjergj Kastrioti, zemre ati ka luan shqiptar e luan i Jezu Krishtit. Po, shumë e vërtet, unë duhet të plotësoj një gjë, se çdo e mirë e kombit shqiptar ka ardhur nga kisha. Çdo organizim për çlirimin e kombit shqiptar, burimin e ka në kishën katolike. Protagonistët kryesor, ose me thonë kështu, në gjuhën popullore, organizatorët kryesor kanë qenë klerikët katolik të orientuar drejt. Mirë po, ideologjia islamike dhe ideologjia komuniste, ato duhen ta zhdukin meritën e tyre, por duhen një lënë vetit dhe ta rishkruajnë historinë duke e paraqitur para botës se shqiptarët janë popull islamik, shqiptarët janë popull taliban, shqiptarët janë popull aziatik, shqiptarët janë popull turk, do me thonë nuk janë popull europian. Përse është qëllimi? Me i nënshtrua male, me i shkatrua male, si kur mos ishte kisha katolike. Kleri katolik, lirisht mund të themi me plot gojen dhe duke u bazuar në fakte të vërteta, sot nuk do të ekzistonte kombi shqiptar. Do me thonë, sot nuk do të kishte shqiptari, nuk do të kishte gjuhë shqipe, nuk do të kishte as një fjalë shqip. Një gjë është e veçantë që duhet të thuhet. Klerikët katolik, çdo libër që shkruan, çdo fjalë, një fjalë që shkruan, e shkruan në gjuhën shqipe, nuk e shkruan as në gjuhën hebraike, as në gjuhën armenishte, as në gjuhën slave, as në një gjuhë indo-europiane, vetëm në shqip. Vetëm do në thë kanë folë vetëm shqip, në gjuhën e Zotit e në gjuhën e popullit. Nuk janë si këta të cilë predikojnë ideologji të ndryshme që atë ideologji interpretojnë në gjuhën e atij pushtuesi.
me tret, me të ba mjegull, me ta fol një gjuhë që ti se kupton, ti i mëson ato fjalë, do me thonë, kështu me thonë në gjuhën popullore, i mëson ato 15-20 fjalë si papagalli, dikush me dvet, çka thes, diçka thua. Në shqiptar për fatkeq, si të thot i malli Adem Demaçi, tash 600 vjet i drejtohen në Zotit një gjuhë që se kupton. I malli Adem Demaçi e thot publikisht, shqiptar, tragedi kombëtare, i drejtohen Zotit një gjuhë që se kupton. Zotni, pse të përdorim gjuhën gjermane, gjuhën italiane, gjuhën angleze? Na ka fal Zoti shqiptar. Kem gjuhën shqipe. Duhet të cek edhe një gjë që pak shqiptarë din. Na kem librin e Meshës në gjuhën shqipe, Mesharin e Don Gjon Buzukut, të shkruar në vitin 1555, të zbuluar në Rom nga Dom Nikol Kazazi, prift katolik, dhe Zoti që atë libër e zbuloi prifti katolik, se po ta zbulonte një dorë tjetër, ai do ta zhdukte, si kanë zhduk shumë libra të tjerë. Dhe Zoti ati i mungojnë disa fletë që janë zhduk, por ka në pasthemje, ka një fletë që flet shumë, ku i drejtohet kur e shkruan librin. Në fillim thot, Doni Gjoni i biri i Bdek Buzukut. Do me thonë nuk drejtohet në gjuhë standardet unifikuam, po në dialektin geg, si kemë thonë dhe na malsor, nuk kemë thonë as une, as unë, po Doni Gjoni i biri i Bdek Buzukut. Tregon Shqip, sepse emri Gjon është Shqip, emri Ivan është Sërbisht, Giovanni italian, por aje thot Shqip, Doni Gjoni i biri i Bdek Buzukut. Amen. Gjon, çka më intereson mua për historinë shqiptare, muj me fol gjatë, po çka më intereson mua si malsor që pas 500 vjeç pushtimit katastrofal ku i futën priftat e besimtarët, të shqiptarët në hej, e të i vra, të i prosekutua, të i përlunua, të i bënë krimin që ka kanë bënë, që në qëtë ati për 500 vjet nuk në gjatë turku as shkolla, as edukim, as gjam. Më intereson shumë se pak edhe malsor folin të vërtetën se çka ka ndoll në Deqiq, kur unë grit flamuri Kuqezi në vendin tonë, se shumë njerëz nuk duan me folë se thot, po i rri hatri ati tjetrit. Tralltarit të rri hatri sa don, e vërteta duhet më folë. E ti e di se s'ke problem që me nej kuj hatri se të mban e vërteta. Unë po ta shpjegoj kështu në pikat shkurtna. Unë jam njeri që jetoj për të vërtetën, flas për të vërtetën dhe me jetë e me gjak do të mbroj të vërtetën. Sepse pas të vërtetës qëndron i lumi Zot dhe i lumi Jezu Krisht. Kurse pas rënës, pas manipulimit, qëndron ai tjetri që është me brijena atje. Sa i përket kryengritjes së malësisë, kryengritja e malësisë nuk erdhi ashtu shpejt, si mendojnë disa, por kryengritjes së malësisë i paraprini pregaditjet që bani kisha katolike dhe kleri katolik. Në vitin 1893, në Traboin, në malin e Hotit, në kishën e Traboinit, Patër Basil Ciaroni formoi shkollën e parë shqipe. Duhet të ceket, një rast shumë i rëndësishëm edhe rast unik në të gjithë botën. Patër Basil Ciaroni, për nga kombi ishte italian. Gjuha e ti amtare ishte italishtja, por ai në zonësave shqiptar u mësoi gjuhën shqipe, hapi shkollën shqipe, nuk hapi as shkollë italiane, as shkollë gjermane, as greke, po hapi shkollë shqipe, edhe është karakteristik e gjithë priftave katolik, edhe sot në Shqipni, të cilët nuk janë shqiptar për nga komësia, por gjerman, polak, italian. Çdo një që vjen në Shqipni e din gjuhën shqipe, do me thonë e ka për detyrë papnore, e ka për detyrë fetare, që me shpërnda fjalën e Zotit u gjillin vetëm në gjuhën shqipe, jo në gjuhë të huaj, jo kulturën e huaj, por gjuhën shqipe
kulturën e Shqipes me ruajtun çdo gjë shqiptare. Më falë një gjë se kjo nuk ka vetëm një gjë që noll vetëm kur vinë misionar në Shqipni, po me ardhen e shpirtit shenjt në Veprat e Apostujve kapitulli 2, çka ndodh kur zbret shpirti shenjt e gjithë pranishmit i digjoshin apostujt ka predikojnë e i kuptoshin në gjuhën e vet, se Zoti do të që njerëzit me kuptua ungjillin në gjuhën e tyre. Ajo që po thua ti është shumë e vërtet. Por unë dhe më parë ta thash, edhe e them gjithë jetën, çdo organizimit të kombit shqiptar, gur themeli ka qenë Kisha Katolike dhe klerik katolik. Si më organizua luftnat për çlirimin nga okupatori turku otoman, sikur është organizua për formësimin e alfabetit shqip. Muzika shqiptare ka linë në kisha, aktrimi shqiptar ka linë në kisha, sepse priftat katolik kanë bashkua fëmijën, i kanë mësua kulturë shqiptare, jo kulturë të huaj, nuk kanë mbjell as kulturë italiane, as kulturë polake, po vetëm kulturën e vendit shqip, kanë kultivuar xhubletën, kanë kultivuar çakshirt, xhamadanin, nuk çiftelin, lahutën çdo herë për Pashkë ti Miredin është më i logu i nuseve ku mos gjell nusja më e bukur me robë kombëtare, sot i thon mis edhe mister, por atë kohë kanë logu i nuseve në obor të kishës. Logu i nuseve në obor të kishës. Duhet të ceki se çdo e mirë, çdo gjë e mirë kombit shqiptar i ka ardhë nga Kisha Katolike dhe kleri katolik. Do me thonë, si përgatitjet për kryengritje, si çdo gjë tjetër, kultura, muzika, arti i ka ardhë nga Kishat Katolike. Unë dhe më parë thash që shkronjat e para shqipe në Trabojin, në malin e Hotit, va mësohu fëmijëve shqiptar Patër Basil Ciaroni, prift italian. Edhe pse ai ishte prift italian, nuk hapi shkollë italiane, nuk hapi shkollë gjermane, nuk hapi shkollë në asnjë gjuhë tjetër, vetëm në gjuhën amtare shqipe. Kjo shkollë nuk pat vetëm karakter mësimor, kjo pat edhe karakter fetar dhe karakter kombëtar. Aty u krijuan planet e para për kryengritjen e Malësisë, do me thanun e cila e brumosur me ide patriotike nga Kisha Katolike shpërtheu me 6 prill i 1911. Duhet të ceki se Det Gjon Luli ishte i pari shqiptar, i pari malsor, që ngriti flamurin kuqezi në maje të Bratilës në Deqiq, mbas Gjergj Kastriotit në Kruj. Do me thanë, ishte i pari shqiptar që nguli flamurin triumfues mbi perandorin osmane dhe mbi ideologjin islamike. Shumë historian, të cilët janë të paguar nga qarqe të ndryshme, të cilëve u mungon guximi intelektual, thonë, kjo ka qenë një luftë e thjesht kundër turkut. Jo, nuk ka qenë luftë vetëm kundër turkut, sepse turku me na shkatrua si kombë përdorte ideologjin islamike, armën me të sofistikuar të atyre kohrave. Do me thonë armën me ta shpërla trunin dhe me ta helmua shpirtin. Ajo ishte qëllimi i tyre, sepse një populli kur t'ja shpërlash trunin, kur t'ja helmos shpirtin, me të udhëheq si duash. Aja është yti. Ata e ke trajnua. Ai nuk sheh as mojtas as djathtas. Ai sheh vetëm ata që ke mësuar ti. Duhet të ceki se pranë Det Gjon Lulit ka qenë edhe Palok Trabojini. Palok Trabojini ka qenë sekretar i Det Gjon Lulit, i cili e ka sjell flamurin, i cili ka kontribua me qëndis flamurin, me u rregullua flamuri kuqezi. Ky flamur
u rregullua para se ta qëndiste Marigoja atin jug të Shqipërisë. Do me thonë, flamuri i së vërtetës, flamuri i kombit dhe i shpirtit shqiptar, i cili zindet këtu në shallin tim, zindet edhe këtu në plisin tim. Ky është flamuri i pastër që u ngrit nga dora e Dexhëlulit dhe malsorve në malin e Deçiçit legjendar. Ky është flamuri triumfues mbi perandorin turke dhe ideologjin islamike, e cila për fatkeq edhe në ditët e sodit tenton ta trubulloj trunin dhe ta helmoj shpirtin dhe të na zhduki si komb, duke na shkatruar çdo gjë shqiptare. Gjon, tash e kom një pyetje interesante, se nëse na malsort aq luftuam për kombin, për fen, për lam heroj, lam kultura, jem të shkruam me ata që duhen me pranua, me germat e arta në historinë shqiptare. Kjo në kjo ngritja në Malsis, kjo nuk ka vetëm një kryen ngritje që s'ka ditë kush për ta. Jehona e saj ka arrit deri në vesht e sultanëve të mëdhenj në Istanbul. Pyetja me Gjon, a kjen malsor të unifikum në këtë kryen ngritje? Do me tha vllaznit malsor të fesë, të krishterë e islam, apo kjo një çështje që u quhen katolik me luftua kundra turkut, kundra otomanit, kundra armikut, ndërsa këta që e shitën fenë e vet, në anën e kuj mbetën këta. Kjo më intereso shumë, se pak kush ka guzim me folë për këto tema, se islami e ka një mjet me kërcnua ata që folin për ta, me kërcnua ata që nuk u pëlqejnë çka folin, por e shoh se ty nuk ju a thonë malsort ashka e synit, e nuk e ke problem me shpallë vërtetën. Unë tash si zën s'du me di pejtet për këto gjana, di pak, nuk di shumë, edhe çka të folë shkom dëshirë më na tregua pej ka i merr këto informata. Unë po të tregoj publikisht që shumë historian, të cilët paguhen nga qarqe të ndryshme armiqësore, kurse një pjesë tjetër janë të paditur, kurse një pjesë tjetër u mungon vetdia kombëtare dhe nuk duan ta shprehin. Në kryengritjen e Malsis kanë marrë pjesë vetëm malsort shqiptar katolik. Ky është rasti i parë që vetëm malsort katolik në krahasim me vendet tjera. Në Kosovë ka pas edhe kryengritjen e Idris Seferit, por ai ka pas vetëm emrin dhe mbiemrin musliman. Ai ka qenë kriptokatolik, katolik i fshehur, do me thonë për shkak të perandorisë osmane. Ai me zemër o ke katolik, por emrin e mbiemrin ka pas Idris Seferi. Kurse këtu në Malsi vetëm malsort nga Hoti, Gruda, Trieshi, Koja, Shkreli, Kelmendi, Kastrati, të gjithë malsor të besimit katolik të mbushur me dritën e plumit Jezu Krisht. Duhet të cekim dhe një gjanë. Ma harrove Luharin, burr, për çka je kështu të mba? Luhari në atë kohë ka shkua pjesë e Trieshit. Do me thonë kanë shkua bashkë me Triesht, se në atë kohë kanë qenë 4 malet e Malsis. Hot, Grud, Triesh dhe Koj. Luhari ka shkua gjithmonë bashkë me Triesht, për fat keq, edhe kur u formua komuna e Malsis, një pjesë e luharasve deshtën që Luharin kja bashkangjisin Podgoricë, për interesat veta, me da Malsi. Sa ma shumë që mu unifikua Malsia, Luhari shkon me Triesht, është e vërtet se lusin Shënkollin, po gjithmona i përket si territor është me Triesht, ndryshe në Trieshit dhe Kojës. Do me thanë, ata kanë shkuat gjithë bashku me Trieshën, me Kojas, me Grud, me Hotën, me Shkrel, me Kelmen, me Kastrat. Do me thanë, ka shkua pjesa katolike. Duhet të ceki se para fillimit të kryengritjes me 6 prill, malsort të gjithë bashku kanë pa meshën në kishën e Traboinit.
edhe sot ekziston konga popullore. Ditën e diel pas ju thamesha, ton malësia u qua me kmesa, sepse malësorët nuk kanë pa armë sostifikume si ku turqit, kanë pas kmesën, kanë pas thikën primitive, kanë pas dërfurkun, kanë pas kosën, kanë luftu me mjete primitive, por kanë pas zemrën dhe shpirtin luftarak. Do me thonë, misioni i tyre në krye ka qenë vetëm çlirimi nga pushtuesi otoman. Nuk ka zell kur gjan, ka kthye në llogore, ka marr pushkën turkut. Do me thonë, ai ka qenë i mbushur me hir të Zotit, ka qenë, do me thonë, i shtypun dhe ka shpërthye me u çlirua. Po Gjon, Ajo, urdhë. më fal, tash kjo teza që pe e thua ti, unë për shembull kom fol me Elenën Kocaçi, historiane, e kom pa në emision kem nej bashk. Ajo thote që kryengritja e malësisë nuk janë kja vetëm katolik, po janë kja edhe musliman. Ti po thua diçka tjetër. Pe i ka e merr ti këtë informat, do me tha se nuk kom qef me fol diçka nëse se kem burimin që mujme me vërtetua se ka kështu si që po thua ti. Urdhno, librin e ke Malësia. Këtë libër e ka shkrua Andria Jovicevici. Nuk e ka shkrua shqiptari që pe e shkrua pas dëshirës vetë. Andria Jovicevici, edhe pse është sërb, ai e ka shkruar në këtë libër të gjitha fiset e serbizume të cilët e kanë rrojnë shqiptarët. Ky ka qenë një gazetar, ky bukur e shpreh. Do me thonë, Andria Jovicevici e ke edhe historinë e popullit shqiptar. Unë e përshëndes zonjën Elena Kocaçi. Kom një respekt shumë të madh për to, si historiane dhe si njeri. Por se Elena Kocaçi shumë tema po i mban në tell. Historian të vërtet, deri më sot që kom takuar, është një mik i imi, Gjeto Ndoj Tarazhi, historiani i kohës moderne. Gjeto Ndoj, qeverisja e Shqipërisë. Ky ka shkruar shumë libra, ky është një libër i tij. Do me thonë, ky deri më tash është historiani më real. Gjeto Ndoj Tarazhi. Ky ka shkruar shumë libra. Ky është historian i mirëfill, mbas të i vjen zotri Mark Palnikaj, i cili po hulumton arkivat e Vatikanit. Ai ka shumë fakte interesante. Po Gjon, ka i ke ti faktet se nuk ka pa malsor të fesë muslimane që ka luftuan edhe qiq, se kjo po më duket pak si tronditse, edhe mu prek dikush keq që me tha po na hup meritën. Ka i ke ti këto fakte? Çdo libër të historisë, të cilët kanë shkruar historianët, në mes të plagosurve ose të vramëve, asnjë emër i besimit islam nuk po figuron aty. Wow. Do me thonë, të marrësh pjesë në luftë, me numër si që thonë ata, do me thonën, e mos të vritet, kur një mos plagoset, ajo është i gjë e pamundur, por duhet të themi edhe këta, Hoti, i cili ka parapri kryengritjes, musliman nuk ka pas shumë, ka pas aty që kanë jetuar vetëm bajraktarët, kurse këta tjerë si janë islamizua kanë ikë, kanë lëshu Hotin, kanë shku në Plavë, kanë shku në Kosovë, po ashtu dhe nga gruda kanë qenë shumë aty pak besimit islam që kanë jetua. Gruda islamizua ose oslavizua, ka ikën Zet, ka ikën Kosovë, ka ikën Peshtert, po ashtu dhe nga Trieshi, nga Koja, ti ke edhe të fisit tënd, Ferajt, Shabanferi, sa janë islamizua, kanë lëshua luharin, janë vendosën Plavë, nuk kanë ndaj aty. Do me thonë se s'kanë pa kushte, me vllaznit vetë kanë prish, do me thonë kanë pasun, si me thonë e kanë ndje vetin dvra ndaj tynet, kanë lëshua vendin, kanë kalua, Po, Gjon, nuk ka pas numër të madh. Për shembull, në luhar i kem edhe që i thomë rogjak të fesë islame, që ta njetën sa paj me unë kem kje krah për krah, ku kanë ollë tash këtë dushim që po thua ti ndeqiq nuk ka pas ni. Do me tha, apo nuk janë në listën që janë plagos apo vrado janë. A ekziston një listë të vramve në kryengritje në Deqiq? Ekziston lista, po si jo ka shkruar dhe Gjën Toma Berishaj,
ka shkrua, ekziston lista e historisë së kombit shqiptar, ka nxjerrë edhe Tom Kola Berisha, edhe pse autodidakt, do me thonë ka vetëm shkollën e mesme. Edhe e ka shkrua ashtu si ka dit, e ka mujt të e marrë të vana të internetit. Do me thonë, a i ka lanë kontributin e vetë, sa ka dit, sa ka mujt. Po ashtu ka shkrua edhe Lula Shpalushaj, ka shkrua për Malsin, ka shkrua për kryengritjen e Deçiçit. Por këtë temë deri më tash nuk po ka diçka guxim me prek kush, nuk po ka guxim me aktualizua kush, se po thonë po bahen për çamje, po krijohen anë miqësi, çka po mduhet mua, se Malsori po jeton në frikë. Malsori po jeton, unë nuk di që kjo punë, shqiptari po jeton një frikë, nuk e di arsyen, pse? Pse të frigona? Prej ku të frigona? Për ata që qyre, unë për shembull kom menua se kur kom nis me folj për islamin, jo pe i dëshiret, kom studiua pe i kuriozitetit, po kur kom nis me folj për Krishtin, ka nis më kërcnua vetëm në shpinë teme, si me thanë, programet e mia, kjo më ka bo, atë në me kaluan ofenziv, kom menua se janë të radikalizuar vetëm në Kosovë, në Macedoni, kur ka nis do bjemna dyshim pe i malsijet, më kërcnua, kom tha, a është e mundshme që tash, kjo po më intereso tash, si me tha tema tjetër, kur ka noll islamizimi i malsorve, do me tha që shumë malsor janë këthyë, por shumë nga ta si mendimit apo strategjisë të Turkut edhe janë ba sërbizua, apo janë ba shkje, se ka pa Turku dhe strategjin nëse son ba musliman, si me shput pe i kombit të me ba ortodoks mu ba shkja pas atyt. Unë prap po të bazohem në librat e gazetarit sërb Andrija Jovićevićit, të cilin e ka përkthyer Idris Ulaj, dhe i cili është financuar, do me thonun, zotni Nikol Junçaj dhe Izet Tafilen. E ka financua mu përkthyen nga Idris Ulaj dhe mu botua. Ky këtu në këtë libër i përshkruen fiset e malsis, të cilat u slavizuan dhe të cilat u islamizuan. Unë po ja filloj nga fisi im, nga fisi i Berishës. Janë Gilaj, disa u thonë Giliq, edhe në zet i kem Vuletiqt. Se kur bëhej islamizimi i popullit, Turku përdorte një mënyrë perfide. Do me thonë thoshte, kalosparit në ortodoksi. Ky është kryq, ky është kryq. Kur kalote në ortodoksi, ma lete kthete në islam. E ka thyj herë, e thënë 100 herë. A me rëndësi mos me thyj herë, se kur thej herë, thënë me qindra miliona mira herë. Apo kupton ku ka qenë politika kombëtarizuese dhe asimiluese e popullit otoman. Duhet të ceki dhe një gjë tjetër, jo vetëm në Malsi, po dhe në krahinën e Tivarit e Ulqinit. Tivari shumë është sërbizua, edhe pse ka dhënë shumë martir. Shestani i Don Gjën Buzukut është slavizua dhe islamizua. Rotaci që i thonë këta, ratac, aty janë rotec, rotullohet ujë. Shumë toponime, patronime i ke gjuhës shqipe. Do me thonë, guri, dheu, flet shqip. Për fat keq, çdo ditë ma shumë, po zhduken, po harrohen. A bëhen qëllimisht, apo bëhen nga mosdia, ta gjykojnë ata vetë. Që ti po thua, pej vllaznit e tu, Berishaj, i kem Vuletiqt, që unë kom shkuar në shkollë me Vuletiqt që ata janë kja qetnik, s'kom ditë se janë shqiptar, edhe po thua se janë, që po thua Giljajt janë pej Berishët, pej vllaznit tu, po tjerë të fise. Do me thonë, jo vetëm Berisha, po keni edhe i vezajt, i ke Pepisht, Pepajt, ata janë i vezajt. Do me thonë, të islamizuam i ke Nikajt, aty ne u ka mbet mbjemri Nikaj, Gjokajt, Kajoshajt i ke Vulaj, Kalajt i ke Lulanaj. Do me thonë nga fshati Pikal. Do me thonë në vitin 1900 në Tuz nuk ke pas kur gjë tjetër vetëm shqiptar. Kur gjë tjetër nuk ke pas vlla, vetëm
etnikisht shqiptar, qytez e vogël shqiptare. Kanë fol shqip, kanë baj çakshir, xhamadan e xhublet. Gjanë kryesore identifikuese të shqiptarit. Po, kur ka nol kjo? Kur ka nol kjo kthesa? Ka nol me njëherë sa ka arë turku apo vonë? Si mund është me i lill brezat e këtyne njerëzve? Që të vërtet, a bindën këta apo e dine s'duhen me ditë? Unë po të tregoj këta shkurt e shqip. Të gjithë e din prej ardhjen e tyre. Të gjithë e din se janë me rraj katolike. Në Malsi nuk ke ma shumë tradit islame se 200 vjet, 220 vjet, maksimumi i maksimumit, po e lam në 250 vjet. I 1800 vjet ka tradit katolike. Ka tradit katolike, kristiane, europiane. Do me thanë, u slavizuan një pjesë, u islamizuan. Mas mirit i përshkruan në librin Malsia, Andria Jovicevici, nuk është shqiptar. Unë dua ta ndaç duaj, ndaç mos e dua. Ky ka fol mas bukurit, ka fol mas binshmit, edhe pse i huaj, ka fol mas binshmit me fakte. Tu i ke të gjitha fiset që kanë ranë zet, piprin e ke katolik, kuçin e ke katolik, fise tjera i ke katolike shqiptare, të cilët kanë kaluar në ritin ortodoks. Kur kanë kaluar në ritin ortodoks, kanë humbë edhe gjuhën, kanë humbë edhe traditën, kanë humbë çdo gjë. Për ata vjen te kjo që vetëm feja katolike ka ruajtur çdo gjë shqiptare. Pra do me thonë, ishte dhe mbeti truni e shpirtit i kombit shqiptar. Po tash turku, a i të strategjie turkut, apo është kjaut me i kthyen ortodoks, që me i slavizua pas atyt, apo i të bashkëpunimi i turkut i shkjaut? Kush e ki ba këtë strategji kështu? Unë duhet të them se me kujtohen shpesh herë fjalët e gjyshës sime, të ndjer Dil Gjergjes Camaj Berishaj. E lindur Camaj e martuar në Berishaj. Gjithmonë thoshte, turk e shkja, motër e vlla, kur prej tyne hajër s'kem pa. Do me thonë, islami dhe ortodoksia serbe në aleancë të përjetshëm kundër çdo gjëje shqiptare. Apo kupton tash ku ka qenë politika shkombëtarizuese, sepse serbët i ka mbrojt turku. Shtetet slave i ka formuar turku nëpërmjet Rusisë në trojet shqiptare. Sepse serbët punojnë me strategji. Që po thua që nëse s'kan arrit me i kthyen fejen islame, atër na strategjia e Kopakjen baj ortodoks, ma afër me katolicizmin, e atër na pasoja ka me kjen se kanë me u ban, se kanë me ljan edhe kombin shqiptar, kanë mu largua, kanë mu slavizua. Strategjia me i kthy ortodoks ka qenë për ata ma kryenisht, ata ma kokfort, të cilët nuk kanë dash me kalu prejher në islam. Kur e panë se nuk dënë me kalu në islam, hajt t'ja ofrojmë këtë pjesën tjetër, të zbusim pak. Të zbusim pak, të kalojmë të bajmë ortodoks, masa ne i kemë me kthy prapë në islam. Kemë me kthy, kemë me afrua ma afër. Kemë ja humbë gjuhën, kemë ja humbë kulturën, kemë ja injektua një kulturë tjetër, një gjuhë tjetër, edhe ai ka mu asimilua. Kjo ka qenë taktika e tyre. Duhet ta dim se në vitin 1912, mbas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, me njëherë mbas formimit të shtetit shqiptar, u hapën shkollat e para turke të quajtura medreset. Medreset, shkollat e para turke, të cilat kanë qenë çerdhe propagandash anti-shqiptare. Duhet të ceket edhe një gjë tjetër, që shumë historian nuk e qesin, historian komunista, historian të shitur, se kur është ngrit flamuri shqiptar në Vlorë, aty ka qenë dhe prifti katolik
Dom Nikol Kaçorri, i veshun me veladonin e priftit, edhe ka qenë i armatosur. Si pas shumë gojlonave, Ismail Qemali ka dasht me ngrit flamurin turk, se ajo punë është zije, është sjell, është pështjell, se ka qenë i herë diskutu me mund ngrit flamurin Shkup, edhe Shkupi me qenë kryeqendra e Shqipërisë. Mirë po, shtyju nëjtë kanë shkuan Vlorë, me kenë këj gatshëm, me hipën traget mund ngrit flamurin turk. Po mas ti nej Dom Nikol Kaçorri, javoni pistoletën në shpinë dhe i tha, ngrit e flamurin që jem marrvesh, nuk patën ka me shkua, unë ngrit, u shpall shteti shqiptar i pavarur. U shpall shteti shqiptar i pavarur, por se nuk u definuan kufit, nuk u definuan kufit e shteti shqiptar. Do me thonë, formume nivellin, por nuk e rrethume, nuk i caktume kufit, nuk e bame për kufizimin e territorit tot. Do me thonë, u lame hapësirë. Po pse Gjon e ke ti këtë informat që fshehet apo pse nuk foljet to se kanë kja prezent priftat katolike klerit edhe në krye gritjen e Vlorës? Shkruhet kjo gjithë ndoj Tarazhi, shkrua Mark Palikaj, shkruajnë këta historiant e pastër në historinë e Shqipërisë, të cila e shkruan Kosovë, se Shqipënia ka qenë e mbyllur, ka qenë me ideologji komuniste, e kanë shkruar Ali Hadri dhe malsori ynë Milan Perkaj, themeluesit e Institutit Historisë në Prishtinë kanë qenë Ali Hadri dhe malsori Milan Perkaj, që kanë shkrua historinë e popullit shqiptar. Do me thonë ata dy. A i ka kja Gjoheme, di tjeta? Unë personalisht nuk kom arrit të njoh, e njoh vajzën e ti Gjoanën, e cila është profesoresh e gjuhës latine. Babai ime ka pas shok edhe bashkëpunëtar, Milan Perkaj, për të ka shkruar babai im, e njoh përmes historisë, të cilën e ka shkruar babai im për të. Do me thënë ai lirisht mund të thehet është baba i historisë për Kosovë, bashkë me Ali Hadri. Po Gjonu, unë jam qua vonë pe gjumë, do me tha, së më ka interesua sfeja, s'komba, kur jam kja i rije, kur jam qua dikur vonë, se thone në luhara si qohna pak vonë, edhe me u martua, edhe me studiua, edhe të gjitha, si mundet me kja një liber aq themelor për kombin shqiptar që nuk ribotohet, që unë si nipi nuk mundi me gjetë, kom pyet aq njerëz, ma gjetë librin e lon shumë shtirë me gjetë këtë liber, që të kon liber themelues për historinë e kombit shqiptar. Ai liber mund gjendet, do të shikoj se e kom pas në bibliotekën time personale që e kom trashëguar nga babai, do të shikoj atë libër e kom pas në dorë, vetëm në qoftë se ai ja ka dhënë kuj me ju shërbye nuk ja ka kthyr. Atë libër Historia e popullit shqiptar, Ali Hadri dhe Milan Perkaj e kom pasur në dorë. E kom lexuar. Po pse nuk ribotohet një thesar i kombit? Apo nuk e intereson me u ribotua ai libër. Edhe shumë libra tjerë të vjetër. Trazon ujnat e politikave që kanë interes shkomtarizimin e popullit shqiptar. Shumë gjëna që sot po dalin në dritë, krijohen kërcënime, krijohen frymje, krijohen shamje, krijohen urrejtje, sepse sot nuk don kush të vërtetën. Po më intereson kjo tash. Për shembull, në Malsi, pra po thom, ka jem rrit na, gjithmonë nuk kem pa dallim, do me tha musliman e katolik. Unë personalisht kom pa më të mirë shoki kom pa musliman, do me tha. I kem pa edhe rogjak që ka pësua baba, këto janë motrat tua, edhe i kem nerua vajzat e tyne të vërtet si motra, do me tha. Kur e kom lexua pas aty në Kur'an që i thot lajohet vajze axhës dajs teze se halles jam të merru, se kom tha mua baba më ka tha se i kom motra rogjaket muslimane që jem 8, 10, 12 braza. Nuk ka ekzistu për shembull në Malsi, kur jam rrit unë Malsi, me pa noj vajz pe i Dinoshët, apo i Miljeshit, apo pe i Tuzit, me burka e me petka islame, me këto gjana. Kur unë da, si me tha, veshja, mes malsorve, katolik e malsorve musliman, do me tha, se kur
kurse dim se të gjithë kanë baj xhubletën. Kuru shpërnda kjo, kur nolli kjo dasi, ele ka tesha që mos mu dalua si njëri tjetri. Unë të spjegova më parë, qysh nga themelimi i shtetit shqiptar kanë filluar politikat shkatërruese të fqinjve tanë kundër kombit tonë. Në deklaratën e pavarësisë përmendet vetëm Luiz Gurakuqi, nuk përmendet Luiz Palaj, bile kanë bën Luiz Palić, edhe nuk e përmendin aty as pak, nuk përmendet Dom Nikol Kaçorri, nuk përmendet roli i klerit katolik. Me njëherë, mbas formimit shtetit shqiptar, mbretëria sërbe, kroate, slovene formoi medresën e Shkupit, medresën e kralit Aleksandër. Ajo medres ka qenë çerdhe e politikës islamoslave me shkatrua popullin shqiptar. Duhet të themi publikisht se ardhja e gjermanëve dhe italianëve shpëtoi popullin shqiptar, sepse Ernest Koliçi, vllau i kardinalit parë shqiptar, Mikel Koliçit, trajnoi 400 mësues dhe i shpërndau në të gjitha trojet shqiptare me hap shkolla shqipe në Kosovë, në Mansi, në Sanxhak, Mazbjeshka, në Plavë, në Guci, në Ulqin, në Antmalit, gjithkund. Masanej, kur ra fashizmi, fitoi komunizmi, në vitin 1951, Aleksandër Rankoviçi në Prishtinë hapi medresën Alaudin. Qëllimi i medresës Alaudin ka qenë prodhimi i spionëve të UDB-s të maskuar në petkun e Hoxhës, një bashkëveprimtar i babës tim, mësuesi i popullit i cili vdiq në burg, me tush Krasniqi, mësuesi i popullit i trajnuam me mision me përhap gjuhën shqipe, e spjegon kontributin e hoxhallarëve që shkonin në shtëpi, bani propagandë. Gjuha shqipe është gjuhë e kaurit, është gjuhë e dreqit, është gjuhë e lanetit. Kjo gjuhë s'ban mu mësua, mos i çoni femën shqiptare në shkolla se bëhen kurva, mos i çoni mashkuj shqiptar se bëhen shkije. Ti fundit e ke deklaratën e Shefqet Krasniqit që thot mos me i qua gratë në deti, se me shkua gruaja në det, u pa anami. Burri me shkua mu la, mu knaq, kurse gruaja ose me në shtëpi, ose mu mblua si thes bërdhokut, e mos me dalë kurku. A s'është kjo diskrimitim? A s'është kjo katastrofë? A në ka thënë zotit barabar? Gjon, der kur i kanë baj malsoret muslimane xhubletat? Tash, unë po ta shpjegoj një kapitull su erdha për me dalë të malsia. Deri me hapjen e medresës Mehmet Fatihi në vitin 2001, malsia ka qenë një. Nuk është di kush është katolik, as kush është musliman, sepse na ton jem vllazën. Unë ta thash edhe ma përpara. Berish janë gilaj, ty e filluan nga fisi jem. Pepajt ose pepist janë i vezaj. Fërluçkist ose fërluçkajt janë lulgjuraj. Kalaj janë lulanaj. Gjokaj, nikaj, këta mos flasim. Na jem thirë në dazma, në hatre, në fejesa, në martesa, s'ka di kush me dalua, kush o katolik, kush o musliman. Të gjithë malsor, pa dalim besimi, kanë baj kapicën e bardh, plisin që i thonë, çakshir, xhamadanin, xhubletën. Nuk ka pas burka arabe, nuk ka pas as veshje hebraike, por veshje tipike shqiptare. Duhet të them publikisht që i pari në Mansi, xhubletën gruas ja ka hjek i fisit tim, Pjetër Pretashi Berisha. Pjetër Pretashi, sa ja ka hjek gruas xhubletën, tanë Malsia ka qesh në ta. E bani gruan alla franga. Ja hoq, ja o duk, kanë tha duk si shki. Se na nuk kem di me i da kush o sërb, kush o malazes,
por është duke më thënë si shkenjë. Kurse duhet të them publikisht, të rrinë hatri kujt don. E mramja që e ka hiek veshjen kombëtare, shqiptare, xhubletën në Malsi është Hak Canja Gjokaj, e lindur kurse e martume në Nikaj, e shoqja e Muj Muratit. Ajo sot është gjallë, ka afër i 100 vjet. Për fat keq, asnjë televizion malsor nuk ka shku me bë intervistë me ta, se ajo është e mramja që e ka hiek xhubletën. Unë kisha me thënë, ma qef kish me pas me thënë e ka majt gjysh jemet, po nuk e ka majt gjysh jemet, por e ka majt Hak Canja e lindur Gjokaj, e martuar me Nikaj. Ajo ka pas probatinesh në Gurrec, ka pasun Palin Zefen, motër gishtit. Ajo ka shkua me të shoqin, shoqi Muj Murati ka baj Çakshir, ka maj Xhamadanin. Ajo ke shqiptar vlla. Ai vetëm bas njëti emnit, me kur një gjanë s'ke di me thonë se ka ky ideologi islamike. Na jem një, na jem ken një, jem vllazën, jem shok, jem kojshi, kem të mirën, kem të keqen. Pështu i përpjet, vjen në sy. Me i sha unë ata, unë po shaj vetin. Me sha ata mua, ata po shajnë vetin. Se ata janë prej nesh, në atë parti kem bashk. Pse e kanë ndrua ata? Gjithkush mund të gaboj. Gjithkush, do me thonë, njerëzore është gabosh. Të falësh është hyjnore. Edhe pse kanë gabuat partë, s'ka gjë. Nuk është gjë e keqe këta muri kthye. Me ndreq gabimin e të parëve. Po Gjon, ti po thua se ky shpirt dars ka nol me këtë medresën me Mehmet Fatiu. Unë tash vonë, s'di si ty studiua diçka e kuptova që thoma është e mundshme që në Malsi kem medresën Mehmet Fatiu, anti shqiptar që ka da me çkatrua shqiptarin e Gjergj Kastriotin e të gjithë çka ka frym shqiptare. Atërna kur e paçban një video që thaç si është e mundshme në qendrën e Tuzit kem Gjergj Kastriotin e në Miljesh që janë 2 kilometra për njëra tjetët kem medresën e Mehmet Fatiut. Me njëherë u quën malsor, që tash me emna s'di njerë jas kush janë, por shumë menosha se mos janë shkje, se kishin me viqja mbi emnat, më kërcnua, kam në të vra, kam në të pre, tonë këto gjana. Si mundet më revla me ku janë malsort, hajda ta të islamit. E në erojnë e pushtuosin ata që va ka përlunat parte tyne. Po ku janë malsort që se ka ngrit kush zanin? Unë thomë gjithmonë, me në më uqua me qilj, një shkja kishën me emër Slobodan Milošević në Prekaz. A kishin muqua jashart, kishin muqua populli kosovar, me tha qka këtë merë. Unë të betohem se Mehmet Fatiu ka 100.000 herë ma i keq për popullin shqiptar, se pushtimi tyne ka qëndrua shumë ma gjatë, se Miloševići për kosovar. Ku janë malsor që s'ka të folj për këta? Si nollën kjo punë që ti po thua, kjo do me tha, ose një qerla që po prolon anti-shqiptarizm, se çka po thua ti, unë kom jetua këta, në familjen teme, në Ljuhar, unë di e vlau em kur e martua, Gjeveri që i thom të na, ka i fes islame, vlau jonë që jeme pe Ljuharit, që jem rojak. Ku janë malsor që se kanë ngrit kush zanin, që me tha, si more vlazën, donim kështu mna përqa, me bu emnin një medreses, ku e dikoni fmin, me emën të pushtusit shqiptarizmit. Ndëgjoj nderuar. Medresa në Milesh, në qendër të Malsisë, në zemër të Malsisë, që mban emrin e kriminalit më të flisht ordinar, Mehmet Fatihut, të cilit, si mbas kronikës së kronikanit turk Tursunbeut, vetëm një ditë me ushtrinë e tij në Dibrën e Madhe ka vra, pre dhe masakrua 7.000 gra, fëmijë e pleq. Vetëm pse ishin shqiptar, bashin kryq dhe me kur një kusht nuk pranuan
të kalonin në ideologjinë islamike. Nuk pranuan ta mohojnë kryqin, nuk pranuan ta mohojnë fenë e Krishtit dhe ta përqafojnë ideologjinë islamike. Kjo medres u bë me qëllim të caktuar, u vendos në Milesh, në vendlindjen e Bacakurt Gjekës Gjokaj. Bacakurt Gjeka Gjokaj ka qenë një luftar i madh, edhe kundër turqve, edhe kundër serbëve, që kanë dashur ta shkatrojnë popullin shqiptar. Politika serbomale e vendosi atë medres aty. Sikur të kishte vijë gjë, do ta kishin vendosur në Podgoricë, do ta kishin vendosur në Rëzhal, do ta kishin vendosur në Plavë, do ta kishin vendosur në Ulqin, do ta kishin vendosur në Tivar, ku graviton popullsia shumicë e islamizuar. Por ajo u pru me qëllim të caktuar, me u shkatrua shpirti katolik, bota katolike, çerdhja e kryengritjes malësisë dhe me ndrua natyrisht strukturën e popullsisë. Ajo, kur erdhi aty, mas 13 vjetëve, u pan frytet e saj. Mbas 13 vjetëve, ajo i la frytet e veta për të keq. E mbolli urrejtjen ndër vllazërore, se na jem vllazën me njëri tjetrin. Na jem të afërm gjakut me njëri tjetrin. Ma shumë kem pika që na bashkojnë, se sa pika që na ndajnë. Qëllimi i saj kryesor ka qenë shkatrimi i unitetit ndërvllazënor në Malsi. Prodhimi i kësaj, që e kom pa vetë me sytë e mi, ka qenë pengimi i besimtarëve katolik, me qit hatre, me shpreh ngushëllime, me pranu ngushëllime në kishën e Shëmhillit në fshatin Dinosh. Sparit që duhen në shesh ajo punë ishte kur vdiq vllau i Zët Dogalit dhe Divanaj, do me than i biri i Dogalit dhe Divanaj. Sa u vendos që hatri të pranohen ngushëllimet të kisha e Shëmhillit, vllaznit tanë të smur nga ideologjia, erdhën, bllokuan rrugën, krijuan gjeste të shëmtuara për të penguar marrjen dhe pranimin e ngushëllimeve në oborrin e kishës së Shëmhillit në fshatin Dinosh. Intervenoi policia. Ajo punë u zill momentalisht, nuk u zill përkohësisht. Filluan të hapen propaganda të ndryshme. Ky është prej Trieshit. Pse me ardhën Dinosh me qit hatri? Pse me ardhë kë këtu? Ajo ishte vetëm një farzë, vetëm me qit mjegullën popull, se atyre shpirtrave të helmuam, u pengon të feja e të parve, u pengon të kryqi, u pengon të kisha, se dihet shumë mirë Patër Gjergj Marstjepaj e kanë pengua me ndërtua kishën e Shëmhillit në Dinosh, me shumë sakrifica, ka ndërtua një kishë të vogël, nuk kanë lanë mu godit kompanjeli i kishës, me ra cigarja kishë, gjoja me pretekst se kur bjen cigarja, kam ne prish gjumin. Bjen cigarja kishë, që i ka thirë parë tanët bashkë, kem shkua e kem pa mesh, ati kam ja prish gjumin. Ja prish gjumin cigarja kishës, do me thanë cigarja e lashtë i lire, këmbana i lire, që ka lanë alarm si për të mirë, si për të keq, e nuk ja prish zanin thirrja arape. Do me thanë, cigarja ose këmbana e kishtë ja prish gjumin, a thirrja arape, 5 herë në ditë ajo nuk ja prish gjumin shqiptarit. A ka ma të mell, a ka ma poshtërsi. Pas këtij dhe Divanaj, vjen vdes njena Vuçinaj, kur do në Zoti me ta qua, ta çon. Edhe faqen e zezë, edhe faqen e bardhë, Zoti e që të ndrit. Edhe mos e lasht po e cit, si faqen e zezë, si faqen e bardhë. Vdiq gruaja Vuçinaj. Këta përsëri u ngritën dhe penguan zhvillimin e hatrit.
familja Vuçinaj, edhe pse kishte lajmëruar gjithë Malsin me pllakata, me gjitha caktuar ditë e vorrimit në kishën e Shëndillit në fshatin Dinosh. Unë kam marrë pjesë aty personalisht kur na kanë thonë këtu nuk lejohet mucit hatri dhe ata kanë qenë të detyruar në Konik, ku është sot Shitoria Llaković, në mes të rrugës me krep çadrën dhe me pranuar ngushëllimet në rrugë të mëlle. Policia e Podgoricës ka bllokuar rrugën që familja malsore me pranuar ngushëllimet në rrugë. Në disë rrugës me pranuar ngushëllimet. E përse? Për çarsye nuk lejojnë vllaznit tanë. Katastrofa kryesore, katastrofa më e madhe ndolli kur vdiq Dil Lulgjuraj, nana e Marash Dedës Lulgjuraj, ajo vdiq në Amerikë. Fisi Lulgjuraj vendosi që mi aqit hatrin në Malsi, si që është tradit shumë që vdesin në Amerikë, lanë amanet mu varrosën vendindje se prehet trupi maj qetë pranë vorreve të parve, edhe ata vendosën që nanën e tyre të pranojnë ngushëllimet në Malsi dhe të vorrosin në Malsi. U krijuan kushtet për me ardhë kufoma prej Ameriket në Malsi. Sa u hap lajmi se do të mrri kufoma në Malsi dhe vendi i pranimeve të ngushëllimeve është te kisha e Shëmhillit. Një natë para se mrri kufoma në Malsi, vllaznit tanë me traktora, me mjete rrethanore dhe mjete bujqësore kanë lavruar para oborrit të kishë, e kanë lavruar komplet oborrin e kishë që mos me muj me ardhë malsor të vllaznit e besimit katolik me pranua ngushëllimet aty. Erdhi në nesëmen policia komunale, e rrapshoi, erdhi aty edhe policia e rënit dhe qetësisë publike. Kur mbrini arkivoli me trupin e të ndjerës, erdhën familjarët, erdhën njerëzit me pranuar ngushëllime. Unë vetë jam dëshmitar i gjallë i ngjarjes. Kom qenë aty prej ora 5 deri në ora 12. Ata ishin shtrin rrugë, ishin lill dora, nuk doshin me lanë vigun, njerin e dekun me hin kish, me pranua populli ngushëllimet. Arsyen e din ata. Askush njeri normal nuk e din arsyen. Vllaznia Lulgjuraj, populli i Malsis i besimit katolik, krijoi një përshtypje shumë të keqe. Pse mor burr po bëhet ta? Edhe treguan një gjakthtofsi shumë të madhe, sepse aty ka mundur të arrihet deri të një vllavrasje shumë e madhe, deri të një tmerr shumë i madh. Por treguan gjakthtofsi familje të ndjerës, treguan gjakthtofsi edhe malsor e besimit katolik. A kishte ma tmerr e ma zi se me ardh dërshe vllaznet me hi policia malazeze. Me qenë se ata nuk lëshuan pe, policia malazeze u desh të intervenoj. Dhe do me thanë, policia malazeze përdori forcën. Kur policia malazeze filloi të hap rrugën, rasti i parë në histori është që e kanë gjuat të vdekurin me gur. Unë kom qenë personalisht aty kur e kanë gjua të vdekurin me gur. A ka ma të mërë që kjo me kenë do me thonë dërvlazni, na jem vlazën, kur vlau ka razdekjet me ndihmua, me ja letësua dhimbjen, jo me e gjua me gur, jo me i kryua pa marveshje. Për fat të keq, pasojat e saj po ndihen edhe sot. Është punua funeralin Vuksan Lekan, funerali për gjithë malsorët. Asnjë malsor i besimit islam nuk ka pranua ta çojë të vdekurin aty të marrë ngushëllime ose të pranojë ngushëllime. Pse? Sepse në oborrin e funeralit gjendet truporja e Shën Nën Terezës edhe kryqi katolik. Do me thënë gjendet dy figurat e të parve. Kjo është tmerr. Mesazhi im është malsorët duhet të unifikohen. Malsorët jemi një, kem një gjak, kem një gjuhë, kem shumë gjanat për bashkë. Ti pikëspari tha se ke dëshmitare këtu në gjarjeve. Unë kom nije për to, por personalisht kur s'kom muj me kuptua si se
Na kemi jetu në mal për shembull, Gjuhar ka karriq triesh, dhe kohën e mrame u baba em e ka pa hatrin në kish në Dinosh, edhe agja em, jam kja prezentën tona ato, se sëm kite shkrua kur mendja, se muj me noll një gjanë t'il, sepse agjat e mi e baba em kanë pi gjak, unë e jari tjetit, kanë kja pobratim, kanë kja miq, kanë kja... unë jam, si me tha, rritën në cem, do me tha me ata vlazën, ku nolli ton kjo gjana, a janë kja shumë sish, apo vetëm do individa çmendun, ku janë ata njerëz sot, a kanë ftyrë me u dalë mërsor vetërsy këta njerëz? Unë pikës pari po ta tregoj kështu punën. Unë për veti kisha thënë se kom me le i 100 herë, kom me vdek i 100 herë, edhe se kom me përjetua çdo gjë jetë, por se kom me përjetua vllau em i besimit islam, mos me mlan, me hi në kish, ku të parë tanë kanë shku bashkë, kurrën e kurrës një jetë nuk kisha asën andrat më të çmenduna, nuk kish menua se mbjendita. Ata duhet ta them publikisht. Për fat keq ka qenë një numër i konsiderueshëm. Ka qenë një numër i konsiderueshëm të smur shpirtrisht nga ideologjia islamike. Ka shumë malsor të besimit islam, si Kadri Gjokaj, Xhemal Nikaj, besa edhe hoxha nga Mileshi, i cili ka shërbyer në Dinosh. Ai ka luaj një rol të madh aty për me zbut situatën. Do me thonë, Hoxh Beqiri ka një kontribut shumë të madh. Do me thonë, ai ka qenë aty hoxh, por se ai ka mbajtun pozicion ashtu si që duhet. Ka dalë, gjithjem vlazën, gjithjem shok, është poshtërsi mos mja tregua dikuj ata çka ka të vërtetën. Por ata e kanë bën do shpirtra të smut, të helmuam nga ideologjia islamike. E ideologjia islamike del nga ajo medres. Do me thonë edhe sot, unë për veti kom kryer shkollën fillore në Dinosh. Kur në jetë nuk më ka noll motër temen të besimit islam se e kom pa me burk arabe. As të vjetër, as të re. Me hapjen e saj, sot del në për Dinosh, në për Milesh, gjithkun për Tuz, she shamia dhe burka arabe. Duhet të them publikisht, ajo nuk ka lidhje me fenë. Burka arabe nuk ka lidhje me besimin në Zot, me ideologjinë islamike ka lidhje, sa ajo është ideologjinë nështruese, por me besimin në Zot. Kur një lloj veshjet se Zoti t'i e din, të gjithëve na ka fal lakuriç. Para Zotit nuk kem me lanë përgjegjësi, a je veshën të kuqe, a je veshën të verdha, a je veshën të zeza, por para Zotit kem me lanë përgjegjësi për veprat tona të mira dhe për veprat tona të këqija. Kjo ideologji përdoret vetëm e vetëm me na përça, vetëm e vetëm me na çkatrua. Unë të përcjelli publikisht, i shoh kërcënimet që t'i bajnë. Unë si malsor u jap mesazh të gjithë atyre që shajnë, të gjithë atyre që kërcënojnë. Rrini shnosh. Mos arrin deri te pikat e këqija. Rrini shnosh. Na po flasim të vërtetën. Mesazhi im nuk është me përça. Mesazhi yt nuk është me përça. Unë të kom përcjell, ti flet me Kur'an as Buhariu që e ka shkrua, nuk muj me interpretu si që interpreton ti. Buhariu mu gjallë, veç Jezu Krishti një gjallë, me ardha, ty nuk muj me interpretua ma për kurse ti. Unë jo vetëm Kur'anin se e kom lexuar, po e kom studiuar, e kom lexuar me 10 herë. Ata çka ti spjegon, Buhariu, ta thom me plot gojë, Buhariu nuk mundet me spjegua ashtu si që spjegon ti, sepse Kur'ani lexohet ashtu si shkrua, nuk të lën mundësi me gjykua ndryshe. Do me thonë, mos dysho, në fillim thot, lexo e mos dysho, a i ti ka mbyll të në dyrë. Lexo dhe janë ashtu si është aty, zban me dyshua, nuk ban me lanë kur farë mendimi për atë punë. Unë për atë punë përshëndes, misioni ytë është me vetëdijsu popullin shqiptar. Unë kom dalë sot me mision me vetëdijsu vllazërit e mi, me vetëdijsu kojshit e mi, so i kom kojshit, besimit islam, Nikaj, nanën e kanë prej gilajve, mu më frasin daj, unë i fras nipa, mu më kanë daj,
ata I kom nipa. Unë jam këtu me u thanë malsorve mu bashkua si që jem bashkua për para, me ardhën dazëm, me ardhën hatre, me I pranuan ngushëllimet në funeral si tonë malsia, me rite malsore, me tradita shqiptare. A ka ma të merë se shqiptari mu shkomtarizuan ditën e vdekjes. Do me thënë shkomtarizimin ditën e vdekjes është kur mbluhesh me flamur arab. Kur blohesh me flamur arab, ti e ba arab ditën e vdekjes. Ke linë shqiptar, Por kjo ke jetuar si shqiptar. Po kjo s'ka nollën malsin tonë. Ka noll, janë, nuk duhet I marrë me emna, janë mblua me flamur arab. Po, Wow. janë mblua me flamur arab. Një jo, unë mundi me ta tha personalisht një gjanë që unë dinosh I kem rogjakt me matë mirë që ka muj me I pa. Vlazën, ata s'ka ndryshua. Unë kur shkoj atje, unë I takoj, ata s'ka ndryshua. Mua m'bahet zemra malë çdo herë që kom kaluar ndinosh që kom pa flamurin Kuqezi në shpinë e Xhemalniks. Do me tha, në fakt më ka noll një pitina, do me tha, beqaj, me kërkua kontaktin tem me fol, me mua ma ka ban zemrën malë se I të njeri patriot e njeri me edukat. Por ka pa edhe peja ti fisit, beqaj, që jem gjak me ta, jem po bratim, që më kanë kërcnua, publikisht. Disa herë kom menua a me shfaq, po si me shfaq tyrpin, do me tha, tyrpin që nuk I njot ashtu, ka herë kom vend lindjen, por unë di se kush janë, e si e mrit, e çfarë marrëdhënie kem pa me ta. Që po m'intereso kjo, një gjanë që ka the ti tha se pse kanë ba medresën në Mileshe, jo në Podgoricën, në Tibar, apo në këto vende tjera. A ka medresë në Podgoricë? Jo, kur kun malzi nuk ka medresë vetëm në Milesh. Me qenë se ti fole, vetëm në Milesh. Po ti po thua se kur kun malzi nuk ka medresë vetëm në Milesh? Po. Asën Pjav, asën Rozhaj, asën Ulqin, asën kur një vend vetëm në Milesh, në Malsi. Wow, vërtet kjo te ka ideologji që me çkatrua Malsin e det Gjoljulit në zemrën, në oborrin e Bacakurtit. Ku janë malsor që si folin këto punë? Pa që në faqën e zez ma shumë pra malsort, se këta të fesë islame, se këta da munojnë me mbrua tyrpin e vetë, po ku janë e malsor që mos me ngritë zanin për këta? Ndëzjo, parë fole për disa figurat të ndriturat malsis të besimit islam. Por I le disa gjana pa thonë. Xhemalnikaj, mund t'i themi lirisht Xhemal Flamuri, është I pari që në shkollën e dinoshës, në nxënësave të besimit islam u ka lanë pushim për Krishtlindje dhe për Pashk, kurse nxënësve të besimit katolik u ka lanë pushim për Bajram. Unë kom qenë personalisht kur vinte për kështella dhe për Pashk thote fëmia me shnet kështellat, fëmia me shnet Pashk. Jemi vllazën të festojnë zbashku. Kur ite Bajrami, nuk vite me thonë Xhemalnikaj Bubareq Bajrami arabisht, me fat Bajrami, me shnet Bajrami të gjithve. Bajram thote a gëzim, eja të gëzojmë së bashku. Duhet të them edhe këta, mos t'i mbes borxh. Ka qenë pastruesja e shkollës, me 4 klas a I ka pas as I ka pas. Nana e këtij Rushdit Sadik Ahmetit. Aisha, drit I baft shpirti, qoftë lumtun lumnin e Parizit. Çdo herë që ite Bajram, vite me strajca, me da bombona. Edhe ne fëmijëve të besimit katolik na I nepte të parve e bombonat, thote, merrni bombonat ju të parë, se ju s'kini pas Bajram. E këta janë gi me bombonat Bajramit. Do me thonë, ajo me 4 klas, a I ka pas, as I ka pas, ka qenë me shkollume, me emancipume, me përparume, se një pjesë e këtyre që kanë edhe fakultet, por janë të helmuar shpirtërisht nga ideologjia
islamike. Sa i përket, po ta tregoj edhe një rast, sa i përket nipis Xhemalnikajt, Fikret Beqajt, unë kom qenë në shtëpinë e tij. Kom qenë me punu në shtëpinë e tij bashkë me një Sërb. Mua ma ka ba një gest nana e tij e motra e tij, që nuk mund ta harroj me jetua 10.000 vjet. Kur ka ardh e ma ka pru në tavolin shishen e rakijës me 2 gota, si e ka tradit malsori, rakia e duhani, ose duhani e rakia. Dhe tha, merrni e pinje ka i got, edhe pinje pa frikë se është rakia e mirë, është rakia prej kumaret, prej martinis Marzef Praks Berishaj, se janë kumar. Do me thëna jenë të lidhun me njëri tjetrin. Misi, shoqni, vllazni, kumari, deri qirth kjo koler, lirisht mund thuhet koler, me helmua shpirtnat, na jem keni, na jem ni. Për fat të keq, këto fjalë të i pjesë e madhe i din, po nuk duhen t'i fshehin, nuk duhen t'i shfaqin ato gjanat ashtu si janë, për hajtë se mirë ose ka me kalua. Na duhet mu bashkua, kur ma shumë se sot s'kem nevojë për bashkim. A pe e shefën Kosovë çka po bohen? Po ndreqin gabimet e të parve, por i kthehen kosovarë që i kanë ma shumë tradit islame se sana. Ata kanë 400 vjet, 500 vjet, edhe por i kthehen në Drenic, por i kthehen çdo pjesë Kosovës, në Maqedoni, kurse na për fat keq kemet, Zoti e di si kemet, dash Zoti e bën mirë. Kush e ka financua këtë medres, e pyetja tjetër në çfarë gjuhët bëhet mësimi, se kjo prap i di disa gjana, po më duket shokua se që mos me pa, po të besoj tash, që mos me pa krejt Maljizi medresën, e atë medres që e kanë, nuk kanë plavë që janë gati tanë musliman, nuk kanë gusi, nuk kanë rozhaje, nuk kanë Podgoric, po te kanë në oborrin e Dexhgjoljulit, në oborrin e Bacakurtit. Pse kjo? Ndëgjoj nderuar, ajo është bla me plan të caktuar. Vitin e kaluam, deri vitin e kaluar kanë ekzistuar shumë hipoteza, financohet nga ky, financohet nga ai. Vitin e kaluar duel në pak, kur qeveria pro-sërbe, që do me shkatrulle vetë Malinezi, do me i shkatrulle vetë Malazes, ndau 800.000 eura në vit, 5 vjet ka 800.000 eura, 4 milion eura. 4 milion eura dau për shkollën fetare Shënsava, 4 milion eura dau për medresën Mehmet Fatih. Turkishtja, motre vlla, do me thë si ndau Serbin, ashtu janë ndau edhe këti. Salla për kulturën shqiptare, salla për kishën katolike, 0. Fondi për kishën katolike, 0. Fondi për shkolla shqip, 0. Intelektualt malsor, një ndërta dhe baba im, kanë ba luft me hap Universitetin Shqip. Nuk u lejo Universiteti Shqip, u lejo një program i thjesht studimor, vetëm për mësuesa, por jo universitet. Mehmet Fatih, po të lejojmë me të hap, jo vetëm se po të hapim, po dhe po të financojmë me të shkatrua mirë, me të shkatrua me ta zhduk shpirtin shqiptar. Do me thonë kjo të qarë shihet, se e vetë një armë për shkatrimin e popullit shqiptar që përdoret nga sërbi është ideologjia islamike. Shkurt, shqip edhe qap. Po me duket shumë interesant kjo tezë. Ka ke marti këtë informatë se ne pe tona i lek, apo tona jo pare për... Vitin e kaluar e ke pas në gazetën Vjesti, futu në portalin Vjesti, do me thonë qeveria e Malit Zi, ndanë për Bogoslovin shkollën fetare, për 5 vjet ka 800.000 eura, po ashtu dhe për medresën Mehmet Fatih, për 5 vjet ka 800.000 eura. Ajo nuk është burim sekret, ajo është burim publik, në gazetën Vjesti. Ato mund të fundet në portalin Vjesti. Në çfarë gjuhët bëhet mësimi? Mësimi në atë medres bëhet në 2 gjuhë, bëhet në gjuhën malazeze, që i thonë tash, edhe bëhet në gjuhën shqipe. Pa ajo ka karakter fetar, kryesisht ka karakter fetar, ka karaktere tjetër. Gjuha nuk ka fort rëndësi, aty bëhet edhe serbisht, bëhet edhe shqip, po karakteri janë diku tjetër, se aty kultura shqiptare nuk zhvillohet. Për me shkuar në medres do të me vu burkën,
Nuk mund shkosh ti në medres me kulturë shqiptare. Nuk mund shkosh ti në medres edhe pse shqip normalisht. Si përfunim, Gjon, çka meno ti për malsor ton, nëse e dine, çka po din ti, e kanë frikë me fol, çka është çështja këtu, se e besoj se nuk je ti vetëm i malsor që i di këto, këta i di ka gjatë kush, apo shumica e njerëzve, pse s'ka kush guzim me fol? Vlla i dashton, këto gjona janë, s'me ta thonë kështu shqip, një fshehtësi publike. Fshehtësi publike. E din gjithkush, po s'pe e flet kurkush. Disa kanë frikë nga pushteti, se janë punë të mira, marrin rrogat mira pa punu gjë. Janë vese punët me diploma falso. Janë vese punët që nuk e meritoj, nuk po flas se po më rrezikohet ekonomia. Një pjesë tjetër nuk e ka guximin moral, ç'po më duhet po prishem me kojshi. Vllau em pytet sa don, e jo unë vetë se mjalla dorën me i thon, ka dal vlla, jeni ideologjit gabuam, je rreshtuan kolonën e 5 shkatrose, ndash thot, mire ka. Nuk e kanë vetdijen kombëtare. Mungon vetdia kombëtare dhe mungon sinqeriteti, mungon realiteti. Për fatkeq, siç ka thënë atë Zef Plumi, shenjti shqiptar, si është i mundur që një popull kaq i vogël me lind kaq shumë rrugaça. Gjon, falenderojmë për guzimin ton, shprehjen tënde, kohën që e ke dhurua me studiua, me fol me dëshmitar të gjallë, me pleqën malsi që i kujtojnë këto gjana. Falenderojmë që flijohesh për të mirën e tjerëve, se unë thom njerëzve, të vërtet, nëse e shëni njeri në rrugë të gabuam, e ti nuk i thua se në rrugë të gabuam ti s'ke dashni për ta. Nëse një malsor që mrena vetit e di se ideologjia islame është e gabuame, sepse e njeh një njeri si Muhamedin pa moral, një libër që pëson që mundesh me ba marrëdhënie me vajz axhe, daje, tezet, hallet, me përlunua robreshat e luftës, e tjera. E nuk i thot vllauz vet vlla, je gabim, ai nuk e don atë njeri. Unë nuk mundem me tha e dua një vlla malsor të fesë islame, nëse unë si studiues i islamit nuk ja tregoj veprat e Muhamedit. Kur ai me thot Muhamedi ka njeri më i mirë, më i pastri, po i thom, po a kishe me tha një njeri që njeriu më i mirë, më i pastër, një burrit 50 e sa vjeç që ba marrëdhënie me një fëmijë në atë vjeç si Muhamedi më ishën. Apo Muhamedi që djali se vetë të adaptuam Zeidit ja merr gruan që ka vajz halle, Zeynep bin Gjash. Këta më thonë njeri më i mirë, më i pastër, i thonë po me ta marr ty baba gruan, e ajo atë na me kja gruaja ti e me u ban nona e jote në fe, nona e besimtarve, a kishe me tha kon babën të mirë apo idiot. Muhamedi përlunon Safin, robresh atë natë që ja masakron familjen me gjihadistat e tina. Këto janë libra islame. E unë më ju tha këtyne njerëzve, më ju qesh dërftyr, e pas shpinen me folë kudra tyne unë s'jam asi njerit. Në fakt Muhamedi ka tha, na qeshna në ftyrën e tyne, por i makojme në zemrën tonë. Na nuk jem si ata. Na malsor nuk jem si Muhamedi, që më u qesh vllaznëve tonë musliman dërftyr, më u tha e pa që për hajr, e jini në regull, e feja islame është regull, no, nëse e don këtë njeri, duhet me tha, nuk ka regull, është e çrregullt, shikoj frytet e kësaj fejes, shikoje themeljusin e kësaj feje, që unë dëshmoj dhe në vdekje, që nuk ka një shqiptar, ma i pist, kur me bashkua krejt veprat e ti, se Muhamedi, e populli jon ka 5 herën dit, me përmend emrin e ti në lutje, një krimineli që i vdekun e i varrosun e i kalbun në Medin, atë në për ato i thom, kthen ju Jezu Krishtit të gjallit, që jelle si pas islamit, është i ngjallur e është në qiell e do të vi me gjukua njerëzimin, pajtohu me gjukusin, saj që i vdekun e i kalbun, a i smujmet një mua gjatë. Falenderojmë, Gjon. Shumë e vërtet këta që po thua ti, edhe unë e kom për detyrë ta them fjalën e Imrame. Zoti e be koft dhe e ullzoft popullin shqiptar. Drita e të lumit Jezu Krisht
u shpërndaft në zemrën e shpirtin e çdo shqiptarit të vërtet, e posaçërisht të atyre shpirtrave që janë të helmuar e të trazuar e kanë nevojë për këtë dritë të amshuar. Dua t'i përshëndes të gjithë shqiptarët e besimit ose të ideologjisë islamike me thanjen e shqiptarit të vërtet Mulla Idris Xhilanit. Islami e Shqipnia nuk shkojnë bashkë. Unë ta jap dinin, por nuk ta jap drinin. Amen. Zoti Zotit ju bekoft. bekoft. O largoj duart e demonit, truko shak prej anadolit, më thoni ka i kastriotit, katoliko prej jam prej apostullit. 2000 vjet mos haroni, me shqiptarët mos gaboni. 2000 vjet mos haroni, me shqiptarët mos gaboni.